Punimet për rikonstruksionin e plot të kopshtit Beptusha në Shkodër po vijojnë me ritme të shpejta. Krahas këtij investimi, Bashkia Shkodër po ndryn edhe në sistemimin e sheshit përpara hyrjes së kopshtit, një hapësirë që për vitesh ishte kthyer në shqetësim për fëmijët, banorët dhe prindërit. Gropat balta gjatë ditëve me rreshje dhe mungesa akushe të përshtatshme e bënin të vështirë kalimin e fëmijëve dhe prindërve drejt institucionit. Administratori i punimeve sqaron se me ndërhyrjen që po realizohet, sheshi do të rehabilitohet plotësisht, duke përmirësuar jo vetëm aksesin, por edhe funksionalitetin e kësaj zone. Krahas asaj godinës, kena edhe këtë rrugën që del deri te rruga kryesore, kena marrë përsipër me riparu dhe këtë sheshe. Në koncept është më i pastër, sistemohen makinat, se këtu është problemi më i madh. Bëhet pik makinash kur vjen me i marrë ose me i lanë fëmijët. Dhe të u zgjeruar pjesë bëhet e përdorshme komplet. Përfundimi i këtij investimi pritet të plotësojë transformimin e kopshtit Beptusha, duke i dhënë zonës një infrastrukturë më të sigurt, më funksionale dhe më dinjitoze në shërbim të fëmijëve, prindërve dhe gjithë komunitetit.